Ne po vendosnim flakën shtëpive se dinim që do vinte merrnin serbë dhe ne preferuam t'i digjnim se sa t'u alinim serbëve. Pra ky ishte shpjegimi. Pilotët tan A10 po luftëronin mbi Kosovë. Edhe pa një rresht me traktor afër Drenicës që ishin të mbushur me persona. Pra, avionët ishin shumë lart dhe po shikonin me dylbi pra, dhe pan traktor me persona që ndalonin në disa shtëpi dhe u vendosnin flakën këtyre shtëpive. Dhe filluan të vrisin mendjen, çfarë po ndodh? Ky piloti atëherë filloi të sulmonte traktorët, sepse mendoi se ta ishin serbë që po sulmonin shqiptarët. Goditi pra, avioni goditi traktorët. Të nesërmen, Miloševići kërkoi shtypit ndërkombëtar të shikonte vendngjarjen. Dhe në fakt u kuptua që këta ishin thjesht njerëz të thjesht që i vran forcat tona ajrore. Ne kryem një hetim, pilotët u lënduan shumë kur u ballafaqua me faktet dhe shumë vite më pas, kur udhtoi njerëzit vinë më takojnë, me shqiptarët më ndalojnë në rrugë dhe duan të flasin me mua. Para 2 apo 3 vitesh takova dikon në aeroport që më tha, kam qenë dhe unë në një nga ta traktor. Unë ju përgjigja i thash, ke qenë në këtë traktor, në Drenicë, kur ju sulmoj A10-a, a ju përgjigj po. Dhe unë e pyeta, po pse po u vendosnit flakën shtëpive? Dhe a ju përgjigj, ne po vendosnim flakën shtëpive se dinim që do vinte merrnin serbë dhe ne preferuam t'i digjnim se sa t'u alinim serbëve. Pra ky ishte shpjegimi.